E 14 e vërteta, shprehja nuk është kështu, por na intereson të jetë e tillë. Ne e dim që ndaj Anglisë është një mision i vështirë dhe thuajse i pamundur, por në futboll asgjë nuk parashikohet. Në futboll ka edhe surpriza, ku ekipet të vogla mund të befasojnë të mëdhat, duke u lutur që ata të mos jenë në ditën e tyre më të mirë dhe ne të bëjmë gjithçka në mënyrë perfekte. Kjo është një rrugë për t'ia dalë. Në Wembley duhen thyer shumë tabu dhe Silvinho i di mirë se si bëhet kjo punë. Kombëtarja shqiptare do të nisë sot në mbrëmje rrugtimin drejt një ëndre për të luajtur për herë të parë një botëror. Deri tani nuk ja ka dalë kurrë, pavarësisht 13 tentativave të mëparshme, dhe ja ku është një tjetër mundësi për djemt kuqezin që të tentojnë botërorin e vitit 2026 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas pjesëmarrjes në 2 kampionate europian, ky është misioni që nuk kemi përmbushur me sukses dhe dera që nuk e kemi hapur dot kurrë. Me mbështetjen e tifozëve kuqezin në Wembley që do të jenë afër 20.000, kombëtarja shqiptare do të tentojë gjithçka. Për të gjithë ata që janë të dashuruar me statistikat, kombëtarja shqiptare ka një që na bën me shpresë në prag të duelit të tmerrshëm ndaj 3 luanëve. Ndoshta pak e din, por Shqipëria është e pamposhtur në 5 ndeshjet e para të eliminatoreve të fundit të botërorëve, duke koleksionuar rezultate shumë pozitive në start. Nuk thon kot që fillimi i mbar është gjysma e punës, punë që në fakt në edicionet e mëparshme ka mbetur për gjysmën për shumë arsye. Madje më mirë se kaq, kuqezin kanë fituar 3 ndeshje debutuese në 3 kualifikueset e fundit. Për të futur në detaje, le ta nisim nga fundi. Shqipëria ka arritur të triumfojë 0-1 në Andorë për botërorin e vitit 2022, edhe pse me rezultat minimal mori 3 pikë të rëndësishme fal golit të Ermir Lenjanit. Ishte eliminatoria që i shkua më afër me Edi Rejan, por humbëm në duelin direkt kundër Polonisë në Air Albania, e mbyllëm në vendin e tretë. Për të shkuar 4 vite më parë, kur ishte epoka e Debiasit, Shqipëria fitoi 2-1 me Maqedoninë e Veriut në Loro Boriçi dhe për botërorin në vitin 2014 fitoi 3-1 ndaj Qipros në Qemal Stafa me golat e Sadikut, Canit dhe Bogdanit. Për botërorin e Afrikës së Jugut, kuqezin të nisa rrugtimin me një barazim 0-0 ndaj Suedisë në Tiranë. Bilanci vazhdon të jetë ende pozitive dhe në eliminatoret të botërorit i Gjermanisë, kur kuqezin pritën ngriqin kampionët e Europës duke mposhtur 2-1 me golat e Muratit dhe Aliajt. Pra, Shqipëria di të bëjë mirë në startet e botërorëve të paktën në 20 vitet e fundit, edhe pse gjithçka varet nga rivali. Këtë herë Shorti na ka vënë përballë një rival të tmerrshëm dhe kandidat për të fituar këtë kompeticion, por ne shkojmë aty për të ruajtur këtë rekord. Në total, Shqipëria ka marrë pjesë 13 herë në eliminatoret e botërorit dhe në ndeshjet debutuese ka 5 fitore, 1 barazim dhe 7 humbje. Këtyre 4 fitoreve të ndeshjeve të fundit ju shtohet edhe një për botërorin e vitit 1982, kur kuqezin poshtën 2-0 Finlandën. Përpara viteve 90 gjithçka ka qenë më e vështirë dhe kuqezin kanë marrë humbje duke treguar limite, edhe pse hera herës futboll të bukur.